me një ven ish një pronë private, aty pagojtëm për me hi, po apet e pa qasshme me hi deri te plazha. Plazhe private ka gjasi shumë, edhe plazhe super t'bukra. Zolli i bardh. Dej që tash, këtë plazha këna kalu, Kepi i Rodonit është plazh jam i preferu momentalisht. Kthej njerë ka ujë. Se €1 me bu mi gjujt i gjenë, që aty me tra i gjenë. Amo të mirat e mira e... Përshëndetje mis të midhi, shikus të shqiptar që krejnë nga onë Arlinde. Qysh përshit për ata që e din, tash më kena mërit e Kepi i Rodonit. E patëm ka gjasi fështirë me orë të Kepi i Rodonit, se do rrugë që që në plash për ishin të blokume, së në shkoj që dhejt e plasha. Masanena me një ven ish një pronë private, aty pagojtëm për me hi, po apet e pa qasshme me hi deri te plasha. Po nejse, si do qovë deri që to hinëm, deri që ke pesa që to hinëm, po qka ish mirë te plazhi i Rodonit, se kish plazhe private ka gjasi shumë, edhe plazhe super t'bukra, e kish ish unike pi plazheve tjera që i kish zollin e bardh, edhe gjendja e detit, uj i kaltërt i qelt. Uji është shumë i nxehtë. Për ndryshe uji ka gjaj nxehtë, jo i ftoft. Se përkujnë do një bojnë termike për ndryshe. Boj klëkuti. Po, uji nxehtë. Karo me po pesh që ma herët, e një ka një unin për miki, se ta shpejt janë një. Shkujta me kap. Nga për plazha private me shku njerët e Kepi i Rodonit, e shijan dhe i pikë të fundit, po edhe në si plazhave që janë, së që se shijan njeri, edhe pse ka gjasi shumë gur, rrugës të ardhë, po prap se prap është jo super, po super. Qëre plazha e zolli i bardh të Kepi i Rodonit. Dhe që tash sa i përket ujit, pamjes të ujit, super pamje uji. Uji është? Kristal! Qashtu? A mos puq? Fol. Po ja vleka mordë dhe në qitë vend me najtë njërin ja 2 ditë në shatar. Pasha zotë për ja vleke si qëre, do me thonë një më të e poqë do i mësin kosht ujit qa ka. Shumë sinqerisht për thëmë, edhe ujit në zetë. Do me thonë edhe gurin ma të vogel, nër uj peshe. Për plazh s'po bëhet laf, se plazha e mirë, në qitë pjesën që të Kepi i Rodonit, se, kjo shkartë zona. E kishë rritë levelin e ujit. Pjesë e mirë për arsye që resorte rreth ski, do me thonë nëse jetë istu të najtë, resort rreth ski, rrinë që të për qef, anes që kërkush, më rrinë që të, lahë që s'ki shjeve, plazh ka gjë bukur që s'mujtë mu qasë në plazhe tjera, po që s'mujshim kur qysh me hi, po prap edhe masi na shkelen kom të Kepi i Rodonit, na jena të tërknaqën. Ta shikus në rumë pi Kepit Rodonit, kena me vazhdu tek gjiri i Lalzit, ku edhe atje kena me prezentu komplet plazhën e gjirit Lalzit, po për të Kepi i Rodonit na bën një halal, po jo që patëm shumë qasje na për plazha, po edhe këto që jumë këtë pjesë, është super. Miqtë e mi, në ardhë dhe një pjesë tjetër të Kepi i Rodonit, ku që aty ku përshiet një hjat, një mini hjat, një hjat i vogël, edhe pse pak vështirë e kalushme. Unë po du me thonë diçka, deri sot, deri që tash, këtë plazha këna kalu, Kepi i Rodonit është plazh jam i preferu momentalisht. Për mu është i preferu viqeri që ka zollin e bardhë dhe ka ngjyrën e detit. Shumë vështirë me ardhë, shumë vështirë me gjetë, puna që rruga ke shumë katastrofë, nështë këto resortit janë privata, nuk e di. Ma ka marrë zamnën, ma ka gjytë në deti, ketë, ma ka bu zamnën për veti. Që në shikus në rumë asë në bazen uj ma i pastër këto kështë. Sinqerisht. Do thonë edhe kjo edhe Kepi i Rodonit që ke pjesa që të ka caki peshkatarëve që më shi që të mrapa e në disa
villa, po nuk i di janë personale apo janë biznese kështu normal. Gjërësht. Edhe pse shumë zor për më ardhë të kepi Rodonit, ama kur po vike njeri, vallaj, po ja lega më E ardhë. provova me bu vis një foto me telefon, uji qaq kristal. Kthej më njerë ka uji. Kthej njerë ka Kthej ujë. më se 1 euro me bu me gjujt i gjenë, që aty me tra i gjenë. A gjujnë aty të këshyma po gjejnë? Mu pak o problem, se i shkurt. Sinqeresht, që kjo pjesë është të përshije që nuk të ka qatë shumë e zhvillume, sa i përket sa i pjesës knena. Pas kjo pjesa... Kjo shka rëzona me va. Pas Urdu kjo pjesa qamilja. knesë është për të zhvillume pas qëto shëzlona që lështë. Po, Amo. zonë private. Amo të mirat e mira e kësaj pjese këto, ose plazhi i kepit Rodonit. Rodonit është që është rrethëm rreth. Kjo pjesa kënej është rreth malit komplet. Qetësi mos bëhet llaf, që ti dikush pas kanë shumë muzikë po njët edhe qëtë po hajri sholla. Kështu që jo shumë e frekuentume për njerëzve, po privatësi paska. Po, pak zor me gjetë, po unë e pju kalzoj drejten, nuk e ndroj kepin e Rodonit, edhe jam të dosht me shiju vëlla, pamin, lem rahat mero ti me pamin tuja uvër. Për menim temi për javlega veç pak zor me ordë, se rruga kogja e keqe. Edhe shumë zor e kalushme, në po na mas jerdhem, dyqysh ja bënem rritëm. Po, paka shumë edhe patju si që është kepi Rodonit, vend që ja vlen morë të privatësi. Po tash kena monis për të gjiri i Lalzit, ku atje kena me bo gjumi në kësmet. Shikus në rumë, Zoti ju rujt, pandishim që na ke njek dhe në këto momente, besoj që pi pëlqenjë prezentimet edhe na mënyrën që pi prezentojna. Zoti ju rujt, ja u dha shnetën e kismet, shihemi tek gjiri i Lalzit. Miropafshim. Me një ven ish një pronë private, aty pagojtëm për me hi, po apet sapet e pat qasshme me hi deri te plazha. Plazhe private ka gjasi shumë, edhe plazhe super të bukra. Zolli i bardh. Dhej që tash, këtë plazha këna kalu, kepi i Rodonit është plazh jam i preferu momentalisht. Kthej njerë ka Kthej më ujë. se 1 euro me bu me gjujt i gjenë, që aty me tra i gjenë. Amo të mirat e mira e... Përshëndetje mis të midhi, shikus të shqiptar që krejnë nga ona Arlinde. Qysh përshit për ata që e din, tash më kena mërit e kepi i Rodonit. E patëm ka gjasi fështirë me orë të kepi i Rodonit, se do rrugë që në plazh për ishin të blokume, sën shkojshë dhejt e plazha. Masanena me një ven ish një pronë private, aty pagojtëm për me hi, po apet sapet e pat qasshme